Në Vlorë është duke u zbatuar tashmë një investim shumë i rëndësishëm sa i përket infrastrukturës në bloqet e banimit. Bëhet fjalë për fazën e dytë të vijimit të projektit të Vlorës së vjetër dhe historike. Vlera e kontratës është mbi 115 milion lek PATVSH, ndërsa data e fillimit të punimeve shkurti 2026 dhe data e mbarimit të punimeve do të jetë po muaj shkurt 2027. Për gati një vit do të bëhet i mundur rehabilitimi të gjithë infrastrukturës së fasadave të pallateve në zonën qendrore të qytetit të Vlorës, që përbëjnë zonën e gjyqit të vjetër, por edhe zonën përreth Tregut të Madh. Një investim ky shumë i rëndësishëm që po zhvillohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ndërsa përfituese është Bashkia e Vlorës. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+ nga Vlora, e ndërsa fillimi i punimeve është muaj shkurt, duket se punimet nuk po ecin me ritmet e duhura. Megjithatë, kompania e cila ka marrë me sipërmarrje realizimin e këtij projekti të jetë rëndësishëm duhet të zbatojë afatet, me qëllim që ky projekt të përfundojë në muajin shkurt 2027. Pamjet që po ndiqnin në ekran janë filmuar nga televizioni 6+ nga Vlora gjatë kësaj të hëne dhe ato sjellin e curinë e punimeve në këtë territor, ndërsa gjithçka parashikon rehabilitimin e fasadave, por edhe të infrastrukturës në brendësi të bllokut të banimit. Një bllok banimi i cili në fakt nuk ka parë asnjëherë dorën e një investimi të tillë, ndërsa tashmë do të mund të ndryshojë për të sjellë kështu një vizion të ri urban në një nga zonat qendrore të qytetit, për të bërë kështu një hapësirë më funksionale, estetike, por edhe më dinamike. Sipas projektit, potenciali i kësaj zone kërkon transformim të ri, që do ta kthejë këtë hapësirë në një qendër moderne të organizimit dhe më tërheqëse për të gjithë, duke qenë kështu një ndër projektet vazhdimësi e projektit Vlora Historike, që është realizuar disa vite më parë në qytetin bregdetar të Vlorës. Parashikohet që investimi të përfundojë për një vit dhe për ta shndruar këtë zonë në një zonë moderne me një infrastrukturë e cila do të shërbejë jo vetëm banorëve të zonës, por do të tërheqë edhe vizitorët vendase të huaj.